kaluar zhvillimet e profesorit që do shkonishin, suponi se goxha në shtatë të këshillit të shqiptar, vetë komisioni ishin vetat e 5 të këshillit dhe mendoj që ato dy replika që janë mund na japin një rezume një investim, drejtori Kristiani dhe Besa. Nëse këshilltarët pasaj vetë Silva të ardhur të kishte propozim të buxhetin e këshillit, mund na japin. Faleminderit. Po. Për miratimin e raportit të vlerësimit. Po. Ty të detaj që si Roma dhe ditë në komision, ishim raportet të parashkruar në këshill, pavarësisht se një zonë antarë të tjerë të këshillit, krijojnë edhe po. Pastaj ka një të tërë, si të në të Kjo është faza e parë që 2027-2029 dhe faza e parë përmban të ardhurat apartamente dhe programet buxhetore që do vinë në gjetjen e radhës. Të ardhurat apartamente kemi një parashikim fillestar, se sigurisht në vazhdim do kemi edhe rishikime dhe më pas edhe përfundimtare. Te parashikimi fillestar parashikojnë të gjitha zërat në rritje. Vetëm në zë që kemi parashikuar në janë detyrimet e prapambetura, sepse është edhe 100 milioni që mos kemi më aq shumë detyrimet e prapambetura. Tani në se kemi pyetje specifike në fond. E diskutuam dhe atë ditë në Komisioni i Ekonomisë, ka qenë dhe të Grazie. Allora, magari noi siamo d'accordo? Buxhetin e bashkisë, për shpenzimet unë për të ardhurës, po vazhdojmë me pikën e parë që është propozimi për një ndryshim në paketën fiskale që ne ngatuam në 2025, i cili konsiston në heqjen e sterlit apart hotel. Po, e ishte pika në fakt të diskutuam atë. Po. Konstatim që klasifikohen midis apartamenteve dhe hoteleve, se janë disa që mund të se doni skerim për këtë, apo? Jo, ishim në ndërrej për Dakor. Synimi është që ky term, i cili nuk parashikohet dhe nuk e përmban as ligjet e AZVKM-e, mos vazhdoj të jetë në VKB, sepse mund të bëhet shkak për keq interpretime, për tentativa për të shmangur pagesën prej 3% të detyrimeve për strehimin social që kanë subjektet. Dhe për të arsye, meqense në dhjetor ne pam një lloj tendence nga disa subjekte për ta anashkaluar 3%-in, menduam që për gjitha këto arsye të mos jetë më në përfshirje të paketës fiskale, duke lehtësuar në një mënyrë edhe emërtimet, por edhe duke hequr çdo lloj shansi për të shmangur 3%-in për subjektet të cilët e përdorin këtë duke shkuar mes termit të hotelit dhe të apartamenteve përshitje që i deklarojnë jo përshitje, po si pjesë të hotelit. Kjo ishte nga ana ime, po pas në pyetje, prapë gati. Kjo është pika më kryesore që diskutuan në komisione dhe strada akordën për të shpjegimin që dha dhe buxhetin e bashkisë dhe sa në të parashikimi kishit, në dhënë disa buxhetin e bashkisë. Buxhetin e këshillit të bashkisë. Se këtë vit nuk u përdorë buxhetin e këshillit. Do përdorë apo jo, të vazhdimsi do kemi atë në buxhet.
Patjetër, të rishikimi që do bëjmë. Atëherë që do të thoshja, ne do bëjmë dosjerin në mars rishikimin. Duhet të pranojmë që ne bëmë buxhetin në 10 orë, por me idenë të shikojmë të ardhurat, do këtu shumë t'ju thot, të ardhurat deri në mars dhe përsëri deri në qershor. Duket qartë që trendi është në rritje i të ardhurave dhe me këtë rast ne thamë të bëjmë rishikim përsëri buxhetin mars dhe përsëri në qershor nëse do kemi prapë rritje. Por në raport me planifikimin që kishim bërë dhe parashikimet, jemi goxha më lartë. Dhe në këtë rast do sjellin dhe investime tjera, pse jo. Kështu që me këtë rast erdhi fund ditës 15 do bëni mbledhjen e marsit. Ne themi që ju me propozimin tuaj, si këshill, vendoseni ju çfarë doni, që ne ta parashikojmë dhe ta miratojmë dhe atë, s'është nuk na prish asnjë kohë. Absolutisht po. Buxheti i Këshillit në dhjetor nuk është se nuk është vendosur fare, është vendosur e njëjta vlerë që ka qenë 2025. Tani ju të gjithë bashkë, ta shtonin qikse. Janë ca gjëra që në vazhdimësi me gjithë të ardhurat të rritën e darove dhe Këshillit Bashkiak. Po vazhdo fat. Mbledhja që bëjmë me Komisionin e Ekonomisë, bën dhe ndryshimet te buxheti i Këshillit Bashkiak. Mund të ma konfirmoj edhe Zhaku, që është këshilltari tjetër në Okej, që se do të shkollët, vazhdimësi do të shkollët që ata si ka si të merë parasysh. Kështu që patjetër që do të Mos e lini vazhdojë. Jo, patjetër. Në mars. Në mars Në mars, patjetër. Bire që dhe shumë dhe nuk janë shumë do. Do vi si të marsit është Kush është dakord? Dakord. Shqiptimi dhe miratimi për vendimit të propozimit të dhënies së ndihmës ekonomike. Është dakord. Çështja 5 ka kaluar. Jo, ka kaluar. Kemi kaluar Që miratimi dhe jemi folit për grantin të bazuar në performansë. A i ka kaluar, të se e kaluar. Tani, baruat si çështjën e lidhës. Të brishme. Jo, unë dua të them vetëm një diçka. Do të thotë ka lidhje me mbledhjen e Këshillit, por që unë dua angazhimin e Këshillit, dhe jo vetëm Këshillit, por të thrasim dhe kërplejt një ditë në një mbledhje ndoshta dhe informale. Në rregull? Jashtrade, por për punën e regjistrimit fillestar të menaxhimit. Sot ne firmosim marrëveshjen me SHK për menaxhimin, regjistrimin fillestar të atyre zonave që janë pa regjistruar, pa menaxhuara. Dhe normalisht në të firmosim marrëveshjen ne fillojmë procedurën, procesin e prokurimit dhe pastaj në teren, punën në teren për regjistrimin fillestar. Unë dua angazhimin e të gjithë këshilltarëve, sipas zonave të caktuara ku jeni të zgjedhur, por edhe ku jeni banor, se të zgjedhur jeni në gjithë bashkim, por edhe të kryetarët të kryetarëve në ato fshatra që nuk është bërë regjistrimi, në mënyrë që mos të bëhet regjistrimi si një detyrë vetëm e bashkisë, patjetër që ne e kemi, por duam bashkëpunimin e të gjithëve që të mos ketë asnjë lloj pretendimi mbas përfundimit të regjistrimit nga askush që jo po më keni spostuar, jo po më keni hequr siç mund të ketë ndodhur, nuk e di nëse ka ndodhur. Pra, ne morëm një iniciativë për të bërë regjistrimin fillestar në ato zona që nuk janë bërë, me qëllim që të ndihmojmë gjithë pjesën e komunitetit për zonat në cilat nuk është bërë regjistrimi fillestar. Por, kurse nuk mund të pranoj që të bëjmë regjistrimin dhe mos jetë i saktë, i plot dhe pa kontestime. Prandaj kërkoj mbështetjen tuaj, angazhimin tuaj, edhe në teren, po edhe të kryeplejve, edhe të kryeplejsisë fshatrave, që të mbështesin kompaninë që do bëj në teren punën dhe bashkim për të bërë një proces sa më transparent. Qëllimi i bashkisë është që të shërbejmë komunitetin me transparencën maksimale. Sa i përket regjistrimit fillestar. Mos kemi më asnjë lloj problemi që mund të ketë lindur në të kaluar me regjistrimet që janë bërë. Dakor?
Do i drejtojmë në një moment, edhe si bashki do i drejtojmë edhe komunitetit, të jenë atje prezent, s'kemi qafshejnë, për kundra të duam çdo njeri që është interesuar të jetë pjesë e këtij procesi. Kam të shka jashtë teme, kam të vëndot nga komunitetit. Ka thënë dhe e tjetër që bashkinë e rëndojën disa sërmarje tjera që nuk kanë lidhje me bashkinë në administrim, por në kërkes logarit çdo aktivitet që është në teritorin e bashkisë, por në ndan ka bashkinë, apo kontrollor duhet të bashkinë. Qoftë dhe indirekt apo të aplikoj probleme. Kemi probleme me usjelësin në bashkëta. Përgjegjësia kur thot në popull nuk thonë që ajo të mbajë usjelësit, po thonë bashkia. Po. Nuk e di se çfarë të kemi në çfarë të kemi atje. Po këta njerëz ne vetëm i bëjmë shik në punë. Sepse janë bërë privat. Edhe të thash, unë të kjo e them, pse të ngjerët bashkisë përgjegjësia? Unë të vetë më administrojnë. Po forma që kemi neve në vetë një rrasë. Do shumë faleminderit ma... Atere shumë faleminderit ma shumë. Do më dhënë, lutem një nga pikat e rendit virus në vlerë e këshirit. Do të ajo të marsit, sepse kemi shumë ngarkuar në marsit me do jetë parashikimi kjo rishikimi buxhetit. Por ndoshta bashkë me kryeplejt do vim të vite drejtori i usjelësit nga Vlora, ta thrasim ku në vlerë e këshirit dhe të flasim me të. Për sa i përket përgjegjësisë bashkisë, patjetër që bashkia ka përgjegjësi, se çdo gjë që ndodh në territorin e saj është në territorin e bashkisë, pavarësisht se nga ana administrative ne s'kemi asnjë kompetencë kanë ata, por jo s'na pengon neve që atyre edhe të kërkojmë llogari dhe t'i mbështesim, sikur se ne mbështesim si ju e keni votuar në dhjetor investimin për usjellësin e gjithë njësisë Lukovës që nga Tatzati deri në Uera. Jo, deri në Ivicë, po deri në Ivicë, okej, deri në Ivicë. Kështu që pra investimi i bashkisë ne jemi aksioner atje, në 4% kemi, por gjithsesi për zonën tonë s'mund ta lëmë, kemi përgjegjësi ligjore që të furnizojmë popullatën tonë në komunitetin tonë me ujë. Kështu që ti të rasim një lutem, unë jam plotësisht dakord, ne do t'i të rasim, vetëm ma kujtoni caktonin ditën, bashkë me kryeplejt të jenë këta, që do bëjë një asgjë në rend ditës aty. Asgjë. Takime kryeplejt, këshilli me kryeplejt dhe shumë mendoj unë, ju nëse doni gjë tjetër, edhe usjellësi dhe të bëjë një ndërmarrje tjetër që kemi probleme. Po. Po. Janë vetë bashkë familje, pa si familje. Ja, shumë tjerë. Bashkë familje. Dhe tjere në vëzadi se përke se ku ja kanë drejtuar Jelenës. Branisht, gja gjithë familje pa u. Atere, ja një rast tjetër që duhet ta diskutojmë në usjellë. Caktojni... një minutë. Ora poshtë, lagja poshtë. Atere atje do usjellës të ri. Do investim të ri. E kuptova. E kuptova. Okej, do ta shikojmë se do shta i shikojmë e parashikimin e ri buxhetit. Po? Mirë dimërore që nuk nga trajtojnë, po tani verore. Ka mund si kontrolë ku shëmbarën pekë ose në